Një tërmet trondit Nepalin. Lëkundjet fuqishme kapin miliona njerëz në befasi. Ishte një tërmet shumë i dhunshëm. Ndërtesat që u shembën vrasin me mira. Shumë njerëz varosen të gjallë në Rënoja. Do të sjellim këtu ekipin e shpëtimit dhe do të ndihmojmë që të nxjerrim viktimën nga vriма. Është tërmeti më i madh që ka ndodhur këtu prej 80 vjetësh. Është një tërmet i madh. Nuk kemi parë kur diçka të tillë. Tërmeti shkakton një ortek masiv në malin Everest, duke vrarë 20 persona. Hyni brenda. Është dita më vdekjeprurse e majës së Himalajeve. Duke sigur aty kishte kaluar një tornado. Nuk kam parë asnjë gjë të tillë të na vërsule i kështu. Miliona njerëz në Nepal mbeten pas tre. Shumë prej tyre izolohen nga bota për shkak të rëshqitjeve të dheut. Ata kanë humbur të gjitha shtëpitë. I gjithë fshati është shkatruar. Edhe shkencëtarët janë tronditur nga lëkundjet e fuqishme dytësore. Kjo ishte e madhe. O Zoti i madh, duket sikur po shembet i gjithë mali. Pam vetëm një fraksion sekonde në intervalin e kohës prej 50 milion vitesh gjatë të cilit janë ndërtuar Himalajet. A mund të parashikojnë ata se kur do të godas tërmeti i madh i radhës? Është vërtet e frikshme. Nuk ka asnjë arsye pse tërmeti i radhës të mos ndodhë në 10 vitet e ardhshme apo në 10 minutat e ardhshme. Ka nisur gara për të zbuluar misterin e mega tërmetit të Himalajeve. Na ndiqni. Nepali, një kombë me 28 milion banor dhe mes më të varfërve në botë. Në këtë teren kodrinor, shumica e tokës së punueshme është përdorur. Shpatet shtrihen deri në majet e 8 prej 10 maleve më të larta në botë. Çdo pranver, qindra alpinistë vijnë që të ngjiten në malin Everest, pika më e lartë në tokë. Nepali është vendlindja e Budës dhe një parajs paqësore për budistët dhe hindut. Pallatet e lashta qëndrojnë pranë tempujve hindu edhe më të vjetër. 25 prill 2015, ora 11:56 e paradites. Toka nis të lëviz dhe nuk ndalet për 1 minutë të plot. Nuk ka asnjë vend të sigurt ku t'ja mbathësh. Hyni brenda. Një tërmet lëkund Himalajet. Uluni poshtë. Mbylleni derën. Duke lëshuar një ortek mbi qindrat e njerëzve në kampin bazë të Everestit. Nuk kam parë asgjë të tillë të na vërsule i kështu. O Zot. O Zot. Je mirë? Po, Je mirë? po. Të mbijetuarit shumë shpejt bëhen shpëtimtar. Spitale fushore të sajuara ngrihen kudo për të përballur bethuajse 18.000 plagosurit. Shumë njerëz janë ende të varrosur të gjallë në Rënoja. 8-vjeçaria Sima tamam kishte mbetur në rënoja të shtëpisë së saj. Ajo nuk ecën dot dhe është lënduar në kokë, por kujdesi mjekësor është i kufizuar. Këtu nuk kemi skanera. Gara me kohën vazhdon për të gjetur ata që janë gjallë në Rënoja. Ky është tërmeti i parë i madh që kemi përjetuar në jetë. Që më 25 prill, sismometrat në të gjithë Nepalin kanë regjistruar 400 lëkundje dytësore në shkallën 4, apo edhe më e madhe. Ditën e parë, rreth 12 lëkundje dytësore ishin mbi shkallën 5. Ato ishin të forta dhe lëkundën zonën. Është diçka e re për ata që të ndjejnë lëkundje çdo ditë. Mbi 2 milion njerëz janë pas tre. Njerëzit mendojnë se do të goditen nga një tjetër tërmet i madh në të ardhmen dhe kanë frikë. Lëkundjet nuk janë kërcënimi i vetëm. Mbi 5.000 rëshqitje dheu kanë izoluar mijëra fshatra. Ata janë të ndarë nga pjesa tjetër e Nepalit. Kanë humbur që të gjitha shtëpitë. I gjithë fshati është shkatruar.
Ata kanë furnizime për 11 ditë. Ajo s'është e sigurt se ç'do të bëj pas 11 ditësh, por shpreson se qeveria do të vijë ta shpëtojë. Mbase do të sjellin ushqime këtu. Jetesa është tejet e vështirë për ata në këtë situatë. Kjo ishte kasole për lopët, por tani janë njerëzit që jetojnë aty brenda. Këtu kemi 4 fëmijë të vegjël. Ata jetojnë këtu në mes të kasolles, kështu jetojnë. Ndërsa bilanci i viktimave shkon drejt numrit 8.000, pak mrekullish faqen nga pluhri. Ekipet e shpëtimit nxjerrin të gjallë një foshnjë mashkull nga rënujat e shtëpisë së tij në ditën e dytë pas tërmetit. Çuditërisht ai nuk është lënduar as pak. Ky tërmet erdhi pa paralajmërim. Njerëzit në fshatrat e malit qendror e ndjen të parat. Vetëm 16 sekonda më pas, lëkundit mbritën në kryeqytet. Lëkundjet i tronditi njerëzit si një stuhi në det. Duhet vetëm 1 minutë që lëkundjet të mbërrijnë në malin Everest, i cili gjendet 240 km larg. Toka po lëkundet. E ndjen? Alpinisti irlandez Paul Deveny merr kamerën për të regjistruar atë që po ndodh. Kuptuam se ishte tërmet dhe i gjithë kampi bazë po shkundej dhunshëm. Por mbi ta, tërmeti shkëput një blok masiv bore dhe akulli që rëkulliset poshtë me zhurmë. Por ata nuk e shohin dot. Mendoj se po të kishte qenë një ditë e kthjellët, njerëzit do ta kishin parë më herët Ortekun. Fotografi David Brashears ishte në mal atë ditë. Ata nuk kishin më kohë kur kthyen syt atje. Shiko aty, shiko përpara. Do të futemi në tenda, apo jo? Shiko, gati të futemi në tendë. Alpinistët kanë pak sekonda kohë për të vendosur se ku t'ja mbathin. Rreth 20 metra larg nesh, u shfaq një ortek masiv që po vërsulej drejt nesh. Shikoni, hyni brenda. Në atë moment, gjëja vetme që mendon është se si të mbijetosh, dhe a do të mbijetosh. Eja po është mbulesësime. Je mirë. Po, je mirë. Po. Nuk kam para asgjë të tillë të na vërsulej kështu. Je mirë. 3 apo 4 orë më vonë, mësuam se kishte patur viktima. Shumë viktima. Njerëz me lëndime serioze, kocka të thyera, tronditje. People with serious injuries, multiple broken bones, concussions. Por pasi kalonin disa orë, bilanci makabër rritej. Njerëzit kishin lëndime serioze për shkak të goditjeve të forta. Njerëzit fluturuan në ajër dhe u përplasën me shkëmbind. People were blown through the air into rocks. 20 njerëz humbën jetën në Everest, ndërsa në pjesën tjetër të Nepalit, bilanci makabër i afrohet numrit 9.000. Lajmi i katastrofës udhëton më shpejt se sa valët sismike. Ndërsa valët e tërmetit përapen, ato mbrijnë tek stacionet sismike në kohë të ndryshme. Atyre ju duhen 24 minuta që të mbrijnë në anën tjetër të tokës, në Colorado, ku Instituti Gjeologjik Amerikan mund të krahasojë kohën që ju desh për të mbritur tek çdo stacion dhe më pas të përcaktoj me saktësi se ku nisën valët. Kjo është epicendra. Epicendra e këtij tërmeti ishte 80 km në veri perëndim të Katmandus, por fjalët udhëtojnë qindra herë më shpejt përmes medjave sociale. Ne monitorojmë për fjalën tërmet në shumë gjuhë. Pam rritjen e trafikut në Twitter. Kuptuam se kishte ndodhur në një zonë të populluar dendur dhe në zona të tilla e dim që tërmetet e mëdha mund të bëjnë shumë dëme. Më telefonuan në shtëpi. Brenda pak minutash, sensorët tanë sismik do të diktojnë tërmetin, më pas e gjejmë atë me saktësi dhe përcaktojmë shkallën e tij. Shkalla e tërmetit është për masa e tij në burim. Ky është 7.8 ball
dhe me raste quhet një mega tërmet, një tërmet që është 7 ball ose më shumë. Por shkalla e tërmetit nuk është lineare. Tërmeti prej 7 ballësh në Haiti në vitin 2010 kishte energjinë e 32 bombave atomike të Hiroshimës. Tërmeti prej 7.8 ballësh i Nepalit është mbi 15 herë më i fortë, por jo aq i madh sa tërmetet që mund të prodhojë kjo zonë tejet aktive. Gjeologu Roger Bilham është një prej personave të parë që reagon ndaj shumicës së tërmeteve të mëdha në botë. Kontrollova me njëherë sa para kishim në bank dhe bleva një bilet për fluturimin në radhës drejt Katmandus. Ai ka një interes të veçantë për zonën e Himalajeve për shkak të historisë së saj unike gjeologjike. Korja e tokës është e përbërë nga disa pllaka tektonike. Rreth 50 milion vjet më parë, një prej tyre, pllaka indiane, nisi të përplasej me Euroazin, duke e detyruar që të ngrihej lart dhe duke krijuar një vargmal masiv. Himalajet. Kështu u ndërtuan Himalajet. Kemi ngjeshjen e 2 pllakave. Në fillim pllakat palosen dhe pastaj thyhen. Mendoj se Himalajet janë përplasja më e madhe që kemi parë në planet gjatë 500 milion viteve të fundit. Pllaka indiane vazhdon që të përplaset me Tibetin me shpejtësi 18 mm në vit. Në disa vende, pllakat ngjisin dhe grumbullojnë tension, gjë që me kalimin e kohës çlirohet në një tërmet. Kjo është ajo që shkencëtarët besojnë se ndodhi më 25 prill 2015. Pam vetëm një fraksion sekonde në intervalin e kohës prej 50 milion vitesh gjatë cilit janë ndërtuar Himalajet. Ky çast në periudhën gjeologjike ishte kaq i fuqishëm sa që zhduku mirafshatra nga faqja e dheut. Ndihma ishte shumë e ngadaltë. Një ekip atletësh dhe infermierësh nepalez marrin situatën në dorë. Ata mbledhin tenda, mbulesa dhe ushqim për t'i dërguar tek fshatrat e izoluar. Po shkojmë në një vend që quhet Tulo Botang. Mbase duhet të ngasim makinën për 8 orë deri atje, mbase për 20, nuk i dihet kurrë. Ngadal. Ne po shkojmë si një ekip shpëtimi. Po çojmë atje ushqime dhe pajisje mjekësore. Me ne janë infermiere nepaleze nga New Yorku. Do të krijojmë një kamp mjekësor atje. Ata po shkojnë në krajinën me numrin më të lartë të viktimave që quhet Sinda Palchuk. Shumë pak mjete motorike kanë kaluar këtu që prej tërmetit. Sipas raporteve që kemi dëgjuar, atje nuk ka shkuar ende asnjë ekip shpëtimi. Ata duan që të çojnë ushqime dhe pajisje mjekësore sa më larg që t'i lejojë autobusi. Pastaj do të krijojnë një spital për të mbijetuarit. Të gjitha shtëpitë këtu janë të braktisura. Fshatrat janë braktisur. Shpresojmë që do të gjejmë njerëz dhe t'i ndihmojmë. Kjo rrugë sapo është zhbllokuar nga një rrëshqitje dheu e shkaktuar nga tërmeti. Një lëkundje dytësore e fortë mund të shkaktojë një tjetër. Jemi rreth 1 orë larg destinacionit ton final, por situata nuk duket mirë. Sidoqoftë që të gjithë besojnë se do t'ja dalim. Ky është shpirti nepalez. Ata mbërrinë në fshatin Tulo Botang. Mbi 3400 njerëz kanë vdekur në këtë krajinë. Nuk kam bërë kurrë një udhëtim të tillë më parë. Ishte udhëtim i vështirë, por jam e lumtur që jemi këtu dhe do të bëjmë ç'të mundemi që t'i ndihmojmë. Ata janë që të gjithë të traumatizuar dhe shumë të trembur. Ata nuk futen as brenda shtëpive të tyre. Kanë ende shqetësime post-traumatike. Ne duhet të flasim për këtë dhe të përpiqemi t'i bindim të jenë të fortë e të ndihmojnë njëri tjetrin. Nëse nuk ndihmojnë njëri tjetrin, askush nuk do të vijë që t'i ndihmojë. Ata kanë sill 1400 kg oriz dhe thjerza për të ushqyer fshatarët. Ne erdhëm nga Amerika për të ndihmuar njerëzit tanë. Kemi sjell pajisje dhe ilaçe dhe po përpiqemi të ndihmojmë sa më shumë. Sima Tamangu u varose gjallë nga tërmeti dhe mbeti e bllokuar nën gurët e shtëpisë së saj për një ditë të tërë. Kjo vajzë mbeti nën rrënoja për 22 orë, por babai i saj nuk hoqi dorë nga shpresa. Sima nuk ecën dot dhe ka shumë dhimbje. Mjekët besojnë se mund të ketë kocka të thyera. Ajo ka nevojë për grafi, prandaj duhet dërguar në Katmandu. Kur e nxorrën nga rrënojat, ajo ishte pa ndjenja dhe ata tentuan që t'i jepnin ujë. Ajo u përmend dhe gjëja e parë që tha ishte:
Si do të shkoj në shkollë tani, nuk eci dot. 95% dhe strukturave në krajinë u shkatruan, përfshirë shtëpinë e Simas. A i thot se kjo është shtëpia. Gurët ishin grumbulluar deri lart dhe ata i larguan që të gjithë. I shikoni gjithë këto gurë, janë larguar që këtu. A i nuk mendonte se ajo ishte gjallë, por vazhdonte të kërkonte për hir të gruas së tij, që të paktën të gjenin trupin. Kur e pa pas 20 orësh, vajza i tha se i dhimte dora e majt. Mes atyre më të pafatët është një grua e re, e cila humbi nënën dhe motrën e vogël. Unë jetoj në Katmandu, kam punën atje. Kur nëna ime humbi jetën për shkak të tërmetit, erdha këtu dhe tani jetoj në një kasolle lopësh me vëllezërit dhe motrat. Një prej vëllezërve nuk e di që nëna ka vdekur. Nuk kam mundur t'ja them. Ai është vetëm 7 vjeç. He's only 7 years old. Unë nuk mund të qëndroj këtu sepse nuk kam tokë. Rëshqitjet e dheut kanë shkatëruar të gjitha arat që kishim. Tërmeti na ka bërë të pastre. Ndonjëherë dëshiroj që të kisha vdekur sepse mendoj se do t'i ishte më mirë. Kjo është shtëpia jon. Nënën e nxorëm nga rënojat një ditë më parë. Ishte një shtëpi 2 katëshe, por u shemb dhe është një grumbull rënojash. Disave prej fshatarëve nuk u ka mbetur më familje që të kujdeset për ta. Ky burr u gjet pa ndjenja në shtëpinë e tij. Ai është një mashkull 89 vjeçar që jeton vetëm dhe nuk ka ngrënë. Sot ka pirë vetëm pak ujë, po përpiqemi që ta hidratojmë dhe i vendosëm një serum. Shumë prej fshatarëve do të largohen që aty sepse kanë frikë nga rëshqitjet e dheut. Ata që qëndrojnë nuk kanë ku të shkojnë. Rindërtimi i të gjithë fshatit, i të gjithë komunitetit, do të kërkojë shumë kohë. Angu dhe infermierët kanë grumbulluar para mjaftueshëm për të marrë një helikopter për Siman. Një këmbë e thyer që nuk kurohet mund të jetë fatale. Ajo dhe babai i saj nuk kanë fluturuar kurrë më parë, dhe ky fluturim përmes rreve është i rrezikshëm. Kjo është një nga herët e para që Sima ka mundësi të hip në një makinë. Ajo nuk ka qenë kurrë në Katmandu, dhe tani që po e viziton, qyteti është në krizë. Ky është një spital ushtarak fushor i ngritur nga kinezët. Një prej pajisjeve të pakta me reze X për grafinën e palësh këtu. Çuditërisht, kockat e Simas janë të paprekura. Kockat nuk janë thyer, prandaj mbasi ka dëmtuar ligamentet. Gurët që i kishin bllokuar këmbën mund të kenë dëmtuar një nerv. E lëviz do të këmbën? Jo. Ajo nuk lëviz dot gishtet e këmbës dhe pa u kuruar, ajo mund të humbas përdorimin e këmbës për gjithë jetën. Ndërsa lëkundjet dytësore vazhdojnë, të gjithë kanë frikë se një tjetër tërmet i fuqishëm do të godasë së shpejti. Tërmetet thuajse e gjithë një ndjekin modele. Këto janë fotot të tërmetit fundit të madh këtu, në vitin 1934. Ishte një tërmet të paktën prej 8 ballësh që goditi një zonë më në lindje. Roger Billamy beson se ky tërmet është përsëritje e një tërmeti që ndodhi në vitin 1833. Ai ndodhi në të njëjtën zonë dhe pati një impakt të ngjashëm. Ky tërmet na mundëson që të riinterpretojmë që të gjitha tërmetet historike dhe njohuritë vetme që kemi për to janë perceptimi i njerëzve. Me që në vitin 1833 nuk ishte dosje apo regjistrime të aktivitetit sismik, Rogerit ju deshte hetonte raportime gazetash dhe ditare udhëtarësh. Nga këto përshkrime, ai vlerësoi se tërmeti ishte 7.8 ball, i ngjashëm me atë aktual. Befas kemi një tërmet për të cilin njohim shifrat dhe që u ndje nga 1 milion njerëz. Ata njerëz kanë folur me reporterët dhe ne kemi mundësi të bëjmë një katalog me qindra dëshmi për këtë tërmet. Ato dëshmi mund të shndrohen në një vlerësim shumë të saktë numerik të tërmeteve historike. Ai tërmet u pasua nga një seri lëkundjesh dytësore për gjatë 2 viteve, por që prej vitit 1833, presion shumë i madh është grumbulluar për gjatë vijës së fërkimit të pllakave, dhe kjo bëri që Rogeri
të besoj se tërmeti I vitit 2015 duhet të kishte qenë më I madh. Gjëja e parë që menduam ishte se tërmeti ishte më I vogël se sa prisnim. Ai priste një tërmet prej 8 ballësh apo më të fortë, të paktën 2 herë më të fuqishëm se sa vrasësi që sapo goditi. Nëse është kështu, sa energji ka mbetur ende e grumbulluar mes pllakave. Shkencëtarët e dinë se pllakat lëvizin me 18 mm në vit. Në 182 vitet që prej vitit 1833, ato kanë lëvizur me rreth 3 metra. Por në disa vende, pllakat ngecin dhe kjo mungesë lëvizjeje krijon një sasi të parashikueshme tensioni. John Galecka është një geodezist, I cili mat ndryshimet e sipërfaqes planetit. Ai mund të na thotë sasinë e tensionit që u shlirua nga tërmeti I vitit 2015. Ai po fluturon mbi një prej vendeve ku 2 pllakat që mbajnë Indinë dhe Tibetin kanë ngecur. Edhe 33 kilometra deri në Dunçe. Ai do të përcaktojë sa kanë ecur përpara 2 pllakat e ngecura që gjenden 20 kilometra poshtë gjatë tërmetit. Nëse nuk kanë lëvizur mjaftueshëm, kanë ende tension për të shliruar. Do të marrin të dhëna sismike. Stacionet e GPS që janë fiksuar fort në sipërfaqen e tokës kanë përgjigjet e duhura. Do t'ju tregoj sa I fortë është ky monument. Është fiksuar shumë fort në tokë, në thellësi 1.5 apo 2 metra. E kanë gjetur fort. Ky është një prej më shumë se 50 stacioneve GPS të vendosura për gjatë harkut të Himalajeve në Nepal dhe që masin lëvizje të vogla të tokës. Satelitët GPS transmetojnë sinjale mikrovalësh tek stacionet në tokë. Stacionet GPS janë kaq të ndjeshme sa që mund të dallojnë lëvizje të vogla edhe prej 1 milimetri. Të dhënat tregojnë se tërmeti shliroi vetëm gjysmën e tensionit që është grumbulluar që prej vitit 1833. Ky stacion lëvizi drejt jugut me rreth 1.5 metra. Ky stacion ishte këtu 10 ditë më parë. Tërmeti goditi dhe solli me vete valë sismike, lëvizje tektonike dhe lëvizje të pllakave. Për këtë arsye, antena erdhi këtu ku është tani. The earthquake happened, so seismic waves, and then seismic waves and the tectonic movement, the plate shifting, and then the antenna settled to where it is. Ky stacion GPS dhe të tjerë si ai nuk lëvizën aq shumë sa pritej, sepse tërmeti prishi vetëm pjesën e ulët dhe të thellë të zonës së fërkimit mes pllakave. Kjo do të thotë se një pjesë e zonës së fërkimit është ende e mbushur me energji të grumbulluar për tërmetet e ardhshme. Ky ishte një tërmet shumë I madh në Nepal, por s'është më I madhi që mund të ndodhë. Ai nuk ka çliruar që të gjithë presionin në këtë zonë të fërkimit të pllakave tektonike. Ka ende zona të fërkimit që do të shpërthejnë në të ardhmen. A do të thotë kjo se ka ende tërmete që do të vinë? Bateria e këtij tërmeti nuk është karkuar e gjitha. Ajo është ende e karikuar pjesërisht dhe ka lënë pas një rezervuar tensioni që mund të shfrytëzohet nga tërmetet e ardhshme. Një shqetësim më I madh është fakti se ka vende përgjatë zonës së fërkimit të pllakave ku nuk është shliruar fare tension nga ky tërmet. Tërmetet e fundit kanë shliruar tensionin e grumbulluar në lindje, në Indi dhe gjithashtu në perëndim në Pakistan. Por ekziston një zonë mes tyre në perëndim të Nepalit që ka ngecur. Ky tërmet nuk ja doli dot që ta vinte në lëvizje. Kjo është një bombë me sahat që pret të shpërthejë edhe aty ku nuk ka ndodhur asnjë lëvizje prej shekujsh. Fatkeqësisht, tensioni I grumbulluar nuk është shliruar dhe është ende aty. Kjo do të thotë se ka rrezik për tërmete në perëndim të vijës së fërkimit të pllakave, e cila ende është e bllokuar. Ky është një problem. Si një gjigant në gjumë, perëndimi I Nepalit ka një zonë me trashësi të paktën 10 metra të mbushur plot tension dhe gati të rrëshqas. Herën e fundit që lëvizi ishte viti 1505. 500 vjet energji e grumbulluar dhe e gatshme të shpërthejë. Është vërtet e frikshme. Ne dim që në Himalaje ka patur tërmete deri në 8.6 ball. Nuk ka asnjë arsye pse një tërmet në këtë shkallë të mos ndodh gjatë 10 viteve të ardhshme apo në 10 minutat e ardhshme. Sfida është përgatitja e njerëzve për këtë katastrofë të mundshme. Ky tërmet do të jetë 16 herë më I madh se sa ai I vitit 2015. Dita e 5 e tërmetit, pikërisht kur ekipet e shpëtimit po humbasin shpresën, ata zbulojnë një viktim ende gjallë në Renoja.
Vullnetarët e zjarfiksit e Los Angelesit kanë mbritur që të ndihmojnë policinë lokale. Na thanë se kanë dëgjuar zëra dhe kanë gjetur një hapësirë boshe. Tani kemi me vete një ekip kërkimesh dhe do të lajmërojmë ekipin e shpëtimit për të nxjerrë viktimën nga ajo grop. Sharat e betonit e ekipeve të emergjencës mund të presin copat që kanë mbetur nga ndërtesat 8-katëshe. Inspektori i policisë nepaleze Laksman Bahadur Basneti rrezikon jetën e tij, duke u zvarritur 9 tonelata rënoje. Mora vesh se mund të jetë një i mbijetuar në ndërtesë. Pasi e thirrëm shumë herë, djaloshi u përgjigj. Na tha që ishte aty. Ata gjetën një djalë 15 vjeçar që ishte mbetur i izoluar në errësirë të plot. Ata u përpoqën për 5 orë për ta shtruar. I thash se jemi këtu për ta shpëtuar. I thash që nuk duhet të shqetësoj. Duhet të krijoja besimin se do të shpëtohej. Po haja kur tërmeti goditi. Kur po përpiqesha të dilja jashtë, muri u coptua dhe rasi për me. Në fillim humba ndjenjat dhe pastaj mendova se ishte një makth. Këtë situatë quajmë varrosje. Ai nuk ishte shtypur nga rënojat, por kishte mbetur brenda një kutie. Një kuti prej betoni të rëndë që e rrethonte. Është një mrekulli. Ai mbijetoi për 144 orë pa ngrënë dhe pa pirë. Ja dolëm. Ai është hero. Pemba Lama doli në një botë që ka ndryshuar dramatikisht. Tërmetet kanë fuqinë që t'i japin tokës një formë të re me njëherë. Efekti i tyre më i dukshëm është një rëshqitje në njërin krah apo në tjetrin. Ajo që dallohet më pak është se toka mund të lëvizë edhe vertikalisht. Geofizikanti John Elliot llogarit sa është kjo lëvizje duke përdorur të dhënat satelitore. Duke përdorur këto të dhëna, mund të masim me saktësi lëvizjen e tokës lart dhe poshtë. Secila prej këtyre nuk është një kontur dhe nuk tregon sa të lartë janë malet, por sa janë rritur apo janë zvogluar nëpër masa. Secili prej këtyre kontureve është 10 cm dhe kemi 10 të tillë. Kjo zonë poshtë Katmandus është ngritur lart me 1 metër, ndërsa malet e larta në veri të Katmandus janë ulur poshtë me rreth 70 cm. Tërmeti bëri që Katmanduja të ngrihet lart me 1 metër, ndërsa mali Everest ul me rreth 2.5 cm. Por ishte lëkundja nga njëra anë në tjetrën, në një kresht mbi kampin bazë që shkaktoi Ortekun. Ky i fundit vrau 20 njerëz dhe plagosi 120 të tjerë. Por Orteku depozitoi vetëm disa centimetra borë mbi kamp. Atëherë çfarë shkaktoi vdekje dhe shkatrimin? Ky nuk ishte një Ortek normal. Disa prej tendave në kamp kishin shufra të trasha mbajtëse prej çeliku. Por më pas, mësuam se kur këto goditen nga erëra me shpejtësi mbi 480 km/h, shndërrohen në predha vdekje prurse. Shkencëtarët në Davos, në Zvicër, simulojnë forcat fizike pas ortekve. Por ata nuk kanë modeluar kurrë një ortek kaq ekstrem. Yves Buehleri dhe Perry Bartelti duan që të zbulojnë sa akull u zhvendos mbi kampin bazë nga tërmeti. David Breshers mundi që t'i siguronte atyre foto nga afër të kreshtës nga ku u shkëput akulli. Mora një helikopter për të fluturuar mbi kampin bazë. Bëra disa fluturime para dhe pas me derën hapur. David i bën foto me rezolucion të lartë dhe mund t'i zmadhojmë. Kjo ishte ajo që identifikuam si masa kryesore e lëshimit. Copat e akullit që tërmeti shkëputi nga kreshta mbi kampin bazë kishin për masat e ngjashme me një grumbull prej 100.000 makinash që vërshonin drejt kampit bazë. Ortekut ju deshën 60 sekonda për të zbritur 915 metra dhe arriti shpejtësi deri në 253 km/h. Impakti i masës së akullit me terrenin në fund ishte si shpërthimi i një bombe. Një prej rreve të plurit ose shkulmeve të Ortekut arriti që të vazhdonte rrugën dhe të kalonte përmes kampit bazë. Kur përplaset, Orteku krijon një xhep ajri që quhet rre pluri, e cila përbëhet nga 1% borë dhe 99% ajër. Kjo ishte ajo që pam në video. Orteku duk sikur fluturoi në ajër.
Kjo re pluhri arriti lartësinë 200 metra. Para asaj reje fluturon një vale pa dukshme, por vdekje prurse presioni. Ekipi zviceran përcaktoi se forca e valës së presionit, që këtu shfaqet me të kuqe, mjaftonte për të rrafshuar një ndërtesë prej druri. Shumë alpinistë u vranë nga shkulmi i dhunshëm i ajrit që lëvizte më shumë se 160 km/h. Ngjyra është presioni që njerëzit përjetuan kur ishin aty. Ngjyra e kuqe do të thotë se është në kufirin e fundit. Pra, një person nga forca e ajrit përplaset pas shkëmbit. Alpinisti Paul Devani fotografoi fuqi të mëdha që fluturuan disa qindra metra mbi akullnaj dhe ranë në një gryk. Është një skenë surreale shkatrimi. Duket sikur është përplasur një avion. Është e vështirë të imagjinosh çfarë ndodhi këtu gjatë orëve të fundit. Në të njëjtin moment, 160 km larg, një ortek i ngjashëm, por më vdekjeprurës, goditi fshatin Lang Tang. David Breshers krijoi një hartë fotografike të shkatërimit. Kur fluturova me helikopter në atë luginë dhe mbi Lang Tang, e pata shumë të vështirë të kuptoja atë që po shihja. Një fshat i tërë ishte zhdukur. Ishte fshirë nga faqja e dheut. Mijëra pemë kaq të trasha ishin shtrirë në tokë. Lëkura dhe degët e tyre ishin zhdukur. Dukej si ajo që pam pas shpërfimit vulkanik të malit të Shën Helenës. David qëndroi në të njëjtin vend nga ku kishte fotografuar Lang Tangu në vitin 2012 dhe përsëriti fotografinë. Mbi 400 njerëz dhe 116 shtëpi u zhdukën në një çast. Si ka mundësi që një eveniment kaq kolosal të ndodh pas një paralajmërim për ata poshtë? Në fshatin mbi Lang Tang ndodhi një ngjarje e ngjashme. Ishte një grup njerëzish që dolën me shpejtësi nga ndërtesat dhe menduan se gjithçka ishte në rregull, por nuk e kishin idenë se çfarë po vinte nga 3000 metra lartësi mbi ta. Ata i mbijetuan tërmetit, por nga retu shfaqi diçka edhe më e fuqishme. Shikoni, o Zot. Tërmeti shkaktoi ortek të shumt mbi luginën Lang Tang, një prej rrugëve më turistike në Nepal. Orteku t'ju deshën rreth 80 sekonda pas nisjes që të mbërrinte në luginën në fund të shpatit. Ortekët arrin shpejtësi të tmerrshme. Ai thuaj se fluturoi mbi Lang Tang dhe më pas u vërsul në luginën poshtë. Njerëzit që gjendeshin poshtë fshatit Lang Tang në luginën e ngushtë pësuan një shi gurësh dhe mbeturinash. Reja mund të shihej për shumë kilometra. Të gjithë po ja mbathnin për t'u larguar gurëve dhe rëshqitjeve të dheut. Gurët shkëputeshin nga do, edhe nga vende që nuk i shihnim dot. Rëshqitja e dheut ishte ende brenda rreve dhe dëgjonin që vinte nga distancë 2000 apo 3000 metra mbi ne. Austin Lordi bëri këtë filmim nga një fshat 3 kilometra nën Lang Tang. Druheshim se befas diçka, do të vërshonte nga ret dhe nuk do t'ja mbathnim dot. Ja dhe një lëkundje tjetër. Ta qielli binin ashkla, gurë të vegjël dhe mbeturina. Shtëpitë që ishin në qendër të rëshqitjes nuk patën asnjë mundësi. Ato u shkatruan dhe u zhdukën menjëherë. Dukej si një vend ku sapo kishte kaluar një tornado me përmasa epike. Ky ishte një mega ortek, një copë akulli më e madhe se sa ndërtesa e Empire State, ra 3 herë më larg se sa orteku i Everestit. Një rënje vertikale prej 3000 metrash, që arriti shpejtësinë 362 km/h përpara se të arrinte në fshatin Lang Tang. Ky ortek ishte 10 herë më i fortë se orteku më ekstrem që mund të kemi në Zvicër. Ishte një ortek unik dhe shumë ekstrem. Austin Longu ishte mes 300 të mbijetuarve të izoluar në luginën Lang Tang. Ata nuk largoheshin dot për shkak të ortekëve dhe rëshqitjeve të dheut që kishin bllokuar rrugën. Ngrita kokën në shpat ku duhet kishte qenë Lang Tangu, dhe mund të dalloje që fshati ishte zhdukur. Isha bashkë me 2 apo 3 njerëz që kuptuan të njëjtën gjë njëkohësisht me mua. Ata ishin banorë të zonës
familjet e të cilëve ishin mbi dhe nën lagtang. Ishte shumë e trisht. Banorët e zonës takonin njëri tjetrin dhe po zbulonin se kush kishte vdekur, edhe kush ishte ende gjallë. Njerëzit që zbrisnin nga lart i thoshin të tjerëve se nuk ishte mbetur më askush. Shija njerëz që binin në tokë, që qanin, fëmijë që u lërinin. Kjo ishte pjesa më e vështirë. That was the hardest part. Ne po kalonim në një shteg me mbeturina nga të dyja anët dhe pam një burr që po na vinte përballë. Pasi ndihmoi njerëzit të evakuonin, ai ishte kthyer në lugin për të kërkuar gruan e tij. Bashkë me ekipet e shpëtimit, e kishte gjetur 10 minuta më parë trupin e saj. Toka u lëkund. 3000 metra mbi të, akulli ra. Sa hape mbyll syt, jeta e tij ndryshoi. Ai nuk kishte shtëpi, nuk kishte më grua. Kishte vetëm $6. Nuk do të harroj kur këtë. And that's something that I'll never forget. 17 ditë pas tërmetit kryesor, lëkundjet e tjera të forta tronditën sërish Nepalin. Kamerat në parlament filmuan panikun. Rreth 1 minutë më parë goditi një tërmet shumë i dhunshëm. Nuk e dim se ku ishte epiqendra, por besoj 20 apo 30 kilometra larg Katmandus. E gjithë lugina u lëkund, ashtu si gjatë tërmetit kryesor të pak ditëve më parë. Të gjithu të meruan. A mund tjetë kjo një lëkundje e madhe dytësore, si në vitin 1833? Apo është tërmeti i madh nga perëndimi i Nepalit, që të gjithë e kanë frikë? Shumë rrallë ndodh që një sismolog të jetë pjesë e tërmetit që po studion. Mendoj se po lëvizende. Zoti i madh. Pash njerëzit me krahët hapur që po mendonin se çfarë do t'i godiste, megjithëse nuk kishte asgjë mbi ta, vetëm pemë dhe zogj. Njerëzit nuk sillen kështu nëse nuk janë duke marrë veten nga një tronditje edhe më e rëndë që ndodhi vetëm 16 ditë më parë. Kjo ndodhi edhe në vitin 1833. Rreth 2 javë pas tërmetit kryesor, ndodhi një lëkundje e madhe dytësore që u ndje edhe në Indi. Jam i sigurt se edhe kjo është ndjerë. Roger do të përcaktoj për pak minuta nëse është një lëkundje dytësore apo një tërmet i ri. Kam hapur faqen e internetit të Institutit Sismologjik Amerikan dhe po pres që një pikë të shfaqet në hartë që të më tregojë sa i madh ishte tërmeti dhe ku ishte me saktësi. Një vale sismike i duan 24 minuta për të kaluar nga një kraj tokës në tjetrin. Ne po presim që valet sismike të mbrin tek sismometrat e largët dhe pastaj të dhënat të transmetohen nga satelitët me shpejtësinë e dritës. Vazhdo edhe për 1.5 kilometra. Po, vazhdo këtu. Këto të dhëna mbërrin në Golden, në Colorado. Pastaj përpunohen për të përcaktuar se sa i madh, ku dhe në çfarë thellësie ishte tërmeti me saktësi. Lëkundet janë të forta dhe i bëjnë njerëzit të dalin me vrap nga ndërtesat, ndërsa valet formohen mbi sipërfaqen e ujit. Ky ishte një tërmet i fuqishëm, 7.4 ball. O zot, është vetëm pak më i vogël se tërmeti kryesor. Nuk është çudi që njerëzit janë trembur. Tërmeti kryesor ishte 7.8 ball. Ky i fundit ishte 7.4 ball. Dhe kjo do të thotë se energjia e shliruar nga ai është 4 herë më e vogël. Por për banorët e tmerruar të këtij qyteti, impakti është i njëjtë. Epiqendra ishte 83 kilometra larg Katmandus, pranë malit Everest. Duhet të ketë shkaktuar një sasi të madhe urtekësh. Është vërtet tragjike. Roger i del në përfundimin se bëhet fjalë për një lëkundje dytësore në lindje të lëkundjes kryesore. Pra, një pjesë e vijës së fërkimit të pllakave që nuk ishte lëvizur mjaftueshëm dhe po arrinte pjesën tjetër, duke shliruar energjinë e një bombe atomike prej 25 megatonësh. Kjo lëkundje dytësore ishte aq e madhe sa mund të cilësohet si një tërmet më vete. Shkojmë të flasim me departamentin e mbikëqyrjes. Ishte 7.4 ball. Kur ndodh një tërmet, shkencëtarët kanë nevojë të dinë jo vetëm shkallën e tij në epiqendër, por dhe intensitetin e lëkundjeve që u ndjen në secilin fshat. Rogeri dhe David Breshers fluturojnë mbi zonë. Misioni i Rogerit ishte që duke parë ndërtesat dhe mënyrat si kishin mbetur në këmbë, të përcaktonte intensitetin e lëkundjes. Bëhet fjalë për shpejtësinë e lëvizjes së sipërfaqes së tokës dhe frekuencën e saj.
Në këtë zona malore nuk kishte instrumente për të matur intensitetin e lëkundjes, por Rogeri dita përcaktoi këtë duke u bazuar tek ajo që i ndodhi ndërtesave. Duhet të shkonim atje sa më shpejt, sepse në ditët pas tërmetit njerëzit nisin pastrimin e zonës. Nuk mund të lënë grumbuj gurësh në obor. Kështu që ne humbasin disa nga të dhënat që na duhen për të kuptuar pse u shembën ndërtesat. Ata fluturojnë pranë fshatrave në mënyrë që Davidi të bëjë fotografi me rezolucion të lartë. We'll be able to zoom in on those images and even look at such Do të jemi në gjendje që të zmadhojmë pamjet që të shohim edhe detajet, si tulla apo gurë të grumbulluar. Nga këto, Rogeri mundi që të bënte një përllogaritje. to make a determination. Duke përdorur shkallën e intensitetit të lëkundjes, Rogeri i jep një vlerë nga 1 deri në 10, dëmi të vëzhgueshëm të shkaktuar në çdo fshat. Nëse enët bien nga një raft, kemi të bëjmë me shkallën 6 të intensitetit. Ndërtesat e ndërtuara dobët bien pjesërisht në shkallën 7 dhe rrafshohen në shkallën 8. Shkatrim total kemi në shkallën 10. Kjo shkallë informon inxhinierët që bëjnë rindërtimin për tërmetin e madh të radhës. Mbi 770.000 ndërtesa u dëmtuan apo rrafshuan nga ky tërmet. Po pse disa ndërtesa u shembën dhe të tjerat mbijetuan? Në zemër të Katmandus ka të dhëna. Sheshi Durbar përjetoi lëkundje të shkallës 7. Një zonë trashëgimisë botërore që u shndërua në rënoja. Por këto mbeturina nga shekulli i 6 përmbajnë një sekret. Tërmetet e mëdha ndodhin çdo 80 apo 100 vjet dhe mes tyre zakonisht ka një brez boshllëk. Kështu që njerëzit duhet të rimësojnë mënyra se si të mbrojnë veten. Pas tërmetit të fundit jemi ende duke rindërtuar pas 80 vjetësh. Fillimisht ishte tronditse të shije këto pamje në lajme, por është ende e pabesueshme. Por me kalimin e kohës nis të pranosh faktin për shkatërimin që ke përpara. The fact, what kind of destruction there has been. Këtu janë kryer kurorëzime mbretërish, 2 hektarë dhe 10 obore, të dominuara nga pjesa e barë dhe shekullit të 19 të pallatit neoklasik, Hanuman Doka, krau më i ri i pallatit origjinal, i ndërtuar në vitet 1770. Pallati gjendet pranë disa prej tempujve më të vjetër të Katmandus. Shumica e këtyre tempujve përdoren ende. Ato kanë vlerë fetare si dhe vlerë kulturore. Ky imazh guri të cilit nuk i dihet data, i Kal Bairavit, perëndis hindu të drejtësisë, i ka mbijetuar shumë tërmeteve. Këtu shohim se 2 prej këtyre tempujve me shkallë mbi këtë platformë janë shëmbur plotësisht. Këto 2 tempuj krijojnë hapësirën që është pjesë e identitetit të qytetit. Ata përdorën makineri të rënda për pastrimin dhe problemi me makineri të rënda është se dëmtojnë materialet që mund të ripërdoren më vonë. Por ne u përpoqen të shpëtonin sa më shumë material që të mundeshim. Ka shumë elementë ndryshëm që janë ngatëruar dhe nuk dihet kujt tempulli i përkasin. Kjo do të jetë një sfidë e madhe që të zbulojmë se kujt tempulli i përkasin. Vlerësimi i dëmeve tek ndërtesat e trashëgimisë kulturore kërkon punë detektivësh. Fasada e një pallati qindërvjeçar mund të fshehë strukturën e vërtet brenda tij. Përse pallati i vjetër është i paprekur, ndërsa muret e reja të bardha të tij duhen mbajtur me skela? Ne kishim frikë se kjo do të shëmbej dhe do të merrte me vete të gjithë qoshen e pallatit. Ndërtesa me fasadë të bardhë po shembet. Të dyja janë ndërtesa me tulla që kanë vuetur gjatë tërmeteve të shkuara. Randolph Langenbaugh është arkitekt për ruajtjen e objekteve. Ai udhëton në zona tërmetesh për të zbuluar pse disa ndërtesa tradicionale u rezistojnë tërmeteve. Kujdes kokën. Randolfi gjen dru të fshehur brenda fasadës së tullave. Nuk bëhet fjalë për një copë druri, por për një shkallë të vendosur brenda murit. Kjo copë këtu është pjesë e sistemit. Kemi trarët jashtë dhe brenda murit dhe ata bashkohen nga kjo copë druri që kalon përmes murit. Është ajo që lidh murin. E di çfarë është interesante dhe sa po e kuptova? Është një kornizë druri. Po, mund të shohë strukturën e drurit që shkon deri në katin përdes. Në njërin nga qoshet, strukturë vertikale druri.
Po, është e lidhur e gjitha bashkë. Kjo i përgjigjet pyetjes pse pati një reagim të ndryshëm ndaj lëvizjes. Kjo është një strukturë me kornizë, është më elastike. Ajo lëkundet para dhe pas si një njësi e vetme. Ajo dëmtoi pjesën e pallatit rreth saj, por vetë qëndroi pa prekur. Druri i fshehur brenda tullave të pallatit të vjetër e bën atë të fortë, por dhe elastik për të mbijetuar tërmetit. Është e mrekullueshme që ata kanë vendosur dhe zbukurime në strukturën mbajtëse. Atje lart, shohim trarët që janë lidhur me kunja druri. Kjo bëhet për të mbajtur murin me tulla në këmbë. Kjo është teknologji tradicionale tërmeti. Ky kombinim druri dhe tullash nuk u përdor në pjesën e pallatit të bardhë ndërtuar së fundmi, i cili tani është duke u shembur. Ata krijuan sistemin e kombinimit të drurit me tullat dhe janë dashur shekuj për këtë. Por kjo u bë mënyra tradicionale e ndërtimit, megjithëse më vonë ata i harruan këto mësime. 2 milion nepalezët që do të ndërtojnë shtëpitë e tyre duhet të rimësojnë këtë mësim kritik për të mbrojtur veten. Por në fshatrat e largëta, shpesh druri nuk është i disponueshëm. Si munden milionat që jetojnë në fshatra me shtëpi guri të ndërtojnë shtëpi që t'i rezistojnë tërmeteve? Në ndërtimin e fshatrave, përdoren materialet që gjenden aty. Ata nuk disponojnë qimento, nuk kanë tulla. Ata përdorin gur që gjejnë në zonë dhe këto nuk ngjisin mirë me qimenton që ata përdorin. Kjo është baltë e thjeshtë. Balta shumë e dobët. Disa prej strukturave që kanë mbijetuar kanë trar druri në mure që i mbajnë në këmbë. Një prej zonave të goditura më rëndë në afërsitë e epiqendrës së tërmetit është Dadingu. Randolphi po shkon të rindërtojë një shtëpi që i reziston tërmetit duke përdorur materiale lokale. Duhet përzierje e saktë mes baltës, rrjetave metalike dhe gurve për të krijuar një shtëpi të sigurt sipas stilit tradicional në pjesën më të madhe të Nepalit. Rrjeta metalike u blen në dyqanin më të afërt dhe u soll këtu. Një prej materialeve që ata kishin ishte rrjeta metalike për garde për të mbajtur kafshët në vath. Kështu që më erdhi ideja që të përdorja rrjetën metalike. Ideja e Randolphit është të instalojë një element përforcues që njihet si koshat me gur në muret e gurit, po ashtu si tek pallati Hanuman Doka. Koshi me gur është një kafaz teli i mbushur me gur. Inxhinieri Dipendra Gautami mëson muratorët e zonës që të përdorin koshat me gur në vend të trarëve prej druri. Po përpiqemi që të promovojmë teknologji lokale ndërtimi me kosto të ulët dhe besoj se ky është opsioni më i mirë. Shtëpitë në këtë rajon pësuan dëme të mëdha. 90% e tyre duhen rindërtuar. Por mjafton të shtosh një shirit të thjeshtë që lidh muret bashk, madje edhe duke përdorur goma biciklete dhe ndërtesa mund të qëndrojë në këmbë. Atyre i duhej përforcimi i mureve, dhe mënyra tradicionale për ta bërë këtë është me shirita. Mbi çdo shiritë rrjeta metalike vendoset një shtresë gurësh dhe llaçi balte. Më pas rrjeta paloset mbi materiale si një kafaz për të formuar atë që quhet trar rrethor. Shiriti duke si diçka që mund të transportohej me dorë. Njerëzit e kuptonin me një shpjegim të shkurtër. Kjo do të jetë shtëpia e një njeriu që quhet Ram. Ai është një dalit, shtresa më e ulët shoqërore në Nepal. Babai i tij u vetvra vitin e shkuar dhe më pas ndodhi tërmeti që shembi shtëpinë e Ramit. Mendoj se ky është momenti më i lumtur i jetës së tij, sepse fitoi diçka. Kjo është edhe dita më e këndshme e jetës së një inxhinieri, e jetës së një arkitekti, sepse një njeri i pashpresë u bë më shtëpi. Lidhjet me dru që pam në pjesën e shekullit të 18 në pallatin Hanuman Doka, pjesë që kanë mbijetuar thuajse pa u prekur, janë mënyra e duhur për t'i dhënë forcë elastike mureve. Ky është një koncept bazë i inxhinierisë. Është në qendër të gjërave që inxhinierët thonë se duhen. Ne e dim që një tërmet tjetër do të vijë, mbase pas 2 vjetësh, si lëkundje dytësore.
Mbase do të jetë tërmeti i madh që do të vijë nga perëndimi i Nepalit, por Rami është tashmë i përgatitur më mirë. Ky tërmet mori thuajse 9.000 jetë, por Sima Tamangu, e cila mbeti e varrosur në rrënoje të shtëpisë së saj për 24 orë, mbijetoi pavarësisht mundësive të pakta. Si ndihesh sot? Kishte shumë pak shpresa që ajo do ta përdorte sërish këmbën, por ajo dëshiron të kthehet në shkollë dhe do të shkojë atje me këmbët e saj. Pasi përjetuan një mega tërmet, i pari i jetës së tyre, a janë njerëzit e Nepalit më të përgatitur për të përballur me të ardhmen e tyre sismike? Ky tërmet funksionoi si guri i rozetës, duke përkthyer apo interpretuar tërmetet e mëparshme. Jam i sigurt se do të shohim përparime për shkak të këtij tërmeti. Jo vetëm në pikpamjen sismologjike, por edhe në pikpamjen filantropike dhe në inxhinjerinë e tërmeteve. Do të mësojmë më shumë për llojin e ndërtesave që na duhen për të mbijetuar tërmetit të radhës. Tensioni tektonik kilometra nën Himalaje vazhdon që të grumbullohet. A mund ta ngresh gishtin? Këtë këtu. Tani këtë. Drejtoje këmbën. Pa shiko, janë të dyja drejt. Kjo do të thotë se muskuli 4 cepësh funksionon dhe kjo është gjë e mirë. Jetesa me tërmetet e mëdha është pjesë e realitetit për njerëzit e Himalajeve, pasi ato ndodhin në Nepal rreth çdo 100 vjet. Fatmirësisht, tërmeti nuk ishte shumë i madh, ishte tragjik sigurisht. Le të mësojmë tani nga ky tërmet njohuri që do të na ndihmojnë të përgatitemi për tërmetin e madh që do të vijë, kurdo qoftë ai. Kjo është fantastike. Ktheu këtu voglushe. Jam shumë i lumtur për ty. Kjo është e mrekullueshme, shumë mirë. Nepali është një kombë që do të ecë sërish, sepse ky tërmet jo vetëm që na tregon një histori për të shkuarën, por edhe për rreziqet e pashmangshme sismike që do të vijnë në të ardhmen.